3-0. Jam sigur, gjithë tifozat është shumë lumtur edhe kjo është fitore për tifozat, sepse sot prap një atmosfera perfekt dhe dua të falenderoj shumë për tifozat. Nëse mund të them një ndeshje perfekt, sepse gjithmonë ne futbolli nuk ka ndeshje perfekt, por ndoshta sot ishte një ndeshje perfekt, sepse çunat taktikisht ishin më larg si Partizani, taktikisht shumë larg. Çunat meriton gjitha, ishim me besim, ishim taktikisht shumë përgatitur edhe me një lojtar me pak, me shpejtësi Bojeja, me shpejtësi Latiaga, Kraut Majtas, pastaj me shpejtësi Djallos, ishim fantastik. Dua të them edhe për lojtarët nga bankina, faleminderit, sepse Kasa vogël futu shumë mirë, shënoi goli, Djallo asist, Blezi goli. Kjo është ndoshta një pik shumë fort nga ne. Harmoni, gjithë ne jemi gati, do luajm për Panela, për qyteti, për Elbasani. Çfarë i thot në dhomat e zhvesë lojtarëve në përfundim pjesë parë, duke qenë se ishte një lojtar më pak? Isha, jo vetëm unë, ishte edhe lojtarit, edhe unë, me një besim mund do fitojmë në ndeshje. Edhe unë tash qunat vetëm do rrim pa top shumë disiplinuar. Kjo është i pari, sepse pastaj do kapim Partizani për kontra sulm. Pse? Sepse kemi shumë cilësi, kemi lojtarët shpejt, edhe do kapim. Isha drejt, por jo vetëm unë, edhe lojtarët, edhe dolim shumë mirë. A ishte kjo ndeshja më bukur në drejtimin tuaj ose më emocionuese me Elbasanin? Po ndoshta po, por juve e di, jam tu një vit gjysmë nëse jam drejt, por ishte shumë ndeshje bukur, jo vetëm sot. Ishte Tirana 2-1, ishte Vora 1-0, ishte sot 3-0. Ishte Ignate 1-0 me, domethënë çdo fitore është bukur, por ndoshta ti je drejt, sot ishte një ndeshje prap shumë bukur. Kupa apo kampionat? Cilën do fitore? Nuk mund të flasi. Nuk e di, nuk mund të flasim sepse tani kemi një ndeshje radhas, ndeshja është Teuta, jemi përqendruar vetëm për Teuta, pastaj kur erdhi momenti mund të flasim për kupë apo për një ndeshje tjetër, sepse kemi 5 ndeshje shumë vështirë edhe deri në fundit do presim pak.